në zonë shumë të majtë, asnjëri nuk ja mendonte që do dilte një rezultat i tillë, madje edhe Ramës i kishin thënë që do humbi mbi 5.000 vota në tavolinë të tjerët Lefter Maliki, dhe kur doli rezultati, vetëm me urdhër të tij që i tha Çuçit të groposi 2 metro, nëse nuk fiton Bashkinë e Kuçovës dhe bëri manipulimin, ndërrimin e kutive, që nuk është nevojë të komentoj, sepse janë të gjitha mediatiket e kolegjit zgjedhor, Kasi, KQZ-ja, mediat para spakut e të gjitha me radhë. Një bashki të grabitur, të vjedhur, madje si gjithë bashkitë e tjera. Ne na del si detyrë që të punojmë fort në bazë, të rishikojmë edhe veten, pra unë jam atë që secili të marrin vendin që meriton të çdo forcë politike në bazë të votave, sepse pos pa të vota s'mund të marrësh post, edhe jam edhe me këtë që ky sistem kriminal, që këta po thonë do kryojmë komision, ky do ndryshur urgjent, se s'mund të punojnë antari thjesht apo kush do dhe dalin deputet me